Përveç garës për kryetar komunash, e fortë ishte edhe gara për këshilltar komunal në bllokun shqiptar. Në 12 komuna të vendit, ku janë të banuara me shumicë shqiptare, këshillat tani që janë më definuar pa pasur nevojë për koalicione, ndërsa tek disa të tjera që janë mbi 20% shqiptar, vërehet që janë të domosdoshme koalicionet me këshilltar të fituar nga parti tjera të maqedonasve. Në qytetin e Shkupit 6 këshilltar ka marrë vleni dhe po ashtu 6 AKI. Në Çajir 14 këshilltar ka marrë vleni ndërsa 11 AKI. Në Butel 4 këshilltar ka marrë vleni po ashtu edhe 4 AKI. Në Saraj 10 këshilltar ka marrë AKI ndërsa 9 vleni. Në Kumanov 5 këshilltar ka marrë AKI ndërsa 3 vleni. Në Likov 12 këshilltar ka marrë AKI ndërsa vleni 7. Në Tetov 13 këshilltar ka marrë vleni, ndërsa 12 AKI. Në Zhelin 8 këshilltar ka marrë vleni, ndërsa 6 AKI. Në Tears 8 këshilltar ka marrë vleni, ndërsa 6 AKI. Në Kërqov 5 këshilltar ka marrë AKI, ndërsa 3 vleni. Në Dibër 5 këshilltar ka marrë vleni, ndërsa 4 AKI. Në Struk 8 këshilltar ka marrë AKI, ndërsa 4 vleni. Sipas parashikimeve vlen do të bëj koalicione me VMRO DPMN në ato këshilla komunal ku nuk kanë arritur të marrin shumicën e këshilltarëve, por edhe anasjelltas, sipas bashkëpunimit që janë në pushtet. Gjithashtu në komunën e Çashkës nga 11 mandate për këshilltar komunal, 6 janë shqiptar të AKI-s, të cilët do të pritet të bëjnë diferencë në vendimmarrjen lokale ndaj 3 këshilltarëve të VMRO-s dhe 2 të LSDM-s. Vlen të theksohet se koalicioni Vlen në Çashkë dhe Pllastnicë nuk kishte listë për këshilltar. Në nivel republikan, koalicioni AKI ka fituar 153 këshilltar, ndërsa Vleni ka fituar 129 këshilltar komunal.